erdha vullnetarisht për të shprehur bashkëpunimin tim me këtë institucion. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po vijon hetimet lidhur me aktivitetin ekonomik dhe përfitimet financiare të shoqërisë Google, e regjistruar në emër të Arber Veliajt, vëllai të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Në kuadër të këtij procesi hetimor, SPAK ka kryer veprime verifikuese edhe në disa kompani të tjera që dyshohet se kanë lidhje të drejtpërdrejta ose të tërthorta me këtë shoqëri. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se janë konstatuar marrëdhënie financiare ndërmjet Bashkisë së Tiranës, kompanisë One Albania dhe shoqërisë Google. Hetimet kanë nxjerrë në pa bashkëpunime tregtare dhe transaksione financiare me disa subjekte private gjatë periudhës 2020-2024, të cilat kanë përfituar fonde për organizimin e aktiviteteve të ndryshme të mbështetura nga Bashkia e Tiranës. Nga verifikimet, rezulton se këto kompani, përveç kontratave me institucione publike, kanë pasur marrëdhënie të vazhdueshme financiare edhe me shoqërinë Google në pronësi të Arber Veliajt, ndërkohë që Erion Veliaj përbalet me 13 akuza penale. Sipas dokumenteve të sekuestruara, Bashkia e Tiranës ka shpenzuar rreth 2.4 milion euro gjatë 4 viteve për aktivitete kulturore, artistike dhe sponsorizime.